Përshëndetje nga ProNatyra në Durrës. Ndodhemi tek ProNatyra, një nga dy pikat në qytetin e Durrësit, tek stacioni i trenit në Durrës. Kështu që do duhet të bëjmë një pazar të ëmbëlshëm sot. Në fakt është një nga pazarët e fundit për këtë sezon televiziv, sepse jemi praktikisht në ditët e fundit të mesdritës. Nisim nga puna. Je gati të bësh pazarin më të mirë. Sot do gatuajmë bukë të buta me çoko krem. Do lodhemi shumë në studio. Ikim. Alma, nuk e di për ty, por për mua kjo është hera parë tek ProNatyra këtu tek stacioni i trenit. Edhe për mua. Dhe nuk e dija që është kaq enorme, gjigande, e madhe. Përveç se gjigande, ka një mirë strukturim të jashtëzakonshëm dhe lehtësi gjetën parkim. Kështu që t'ja themi publikut disa të mira, sidomos ata që janë durrsak që jetojnë këtu. Ne kemi për të bërë një pazar të ëmbëlshëm syrian, kështu që për ta bërë jetën më të thjeshtë, si fillim, na duhet të gjejmë mielin, na duhet të gjejmë majan, sheqerin dhe sigurisht na duhen edhe vezë, ku ka ëmbëlsira pa vezë. Kështu që unë shoh mielin dhe sheqerin. E nisim nga këtu? E nisim nga këtu. E marrëm sheqerin. Gjysma punës. Dhe këtu kemi dhe çoko kremin, Dhe çoko kremin. Ja ku është sheqeri? Ajo sheqeri, zucchero, i thon italianët. Do zgjedhim një çoko krem të mirë. Pse më duket mua ky sikur është i duri? Besoj shumë tek produktet italiane dhe jo më kot rënditën ndër produktet më të mira në rang global, kështu që le të marrim dy atëherë. Dy çoko krem. Megjithëse ne jemi një staf i madh, ekip i madh dhe duam të ushqemi të gjithë. E di çfarë, po sikur të marrim edhe këtë se un kam shumë qef çokoladën e bardhë. Pas ke qenë ti për të ëmbla, pas ke qenë i tmerrshëm. Tani, ne na duhet edhe mielli, na duhet maja, na duhet edhe vezët dhe gjalpi. Kështu që e nisim me mielli një herë, mos nxitohemi shumë. Mielli ideal për të ëmbla, ideal per dolci. Për ëmbëlsira. Dhe për ta pasuar me vezët që i kemi përpara, se jemi bërë edhe nuhatës shumë të mirë të produkteve ku i ka ProNatyra. Nëse vini tek ProNatyra, do ju bëj përshtypje shkrimi me të madhe në gjuhën shqipe, për gjithë ju që doni të bëni pazar lehtësisht. Përballë kam mishi, kam produktet e kuzhinës, kam higjiena shtëpiake, në krahun ton janë biskotat, të gjitha këto emërtime. Dhe kam dëgjuar Alma që për të bërë ëmbëlsira të mira na duhet qumësht i mirë. Dhe ky është qumështi që Florenca gjithmonë zgjedh kur ne bëjmë pazare tek ProNatyra. Dhe këtë herë porosia e saj shkon në vend dhe vendoi që në fund të pazarit të ndalim pak edhe tek fruta perimet, meqense është një periudhë që duhet të hidratohemi, duhet marrim vlerat minerale, ushqyese të mjaftueshme që i marrim gjithmonë nga fruta perimet. Sigurisht që po. Dhe ky është mielli i pistakos. Po, fistikëve. Florenca shpesh. E ka parë esencial për recetën e ditës së sotme. Çfarë na duhet tjetër, Alba? Na duhet edhe maja me shijen e vaniljes. Ja ku e kemi, 2 paketime për 2 ëmbëlsira të gatuara. Ikim tani tek hapi i fundit, që është gjalpi. Shkojmë bashkë. Dhe pastaj na kanë vetur të marrin vetëm gjalpin. Hapi fundit i kësaj recete. Dhe ne zgjedhim gjithmonë një paketim shumë të madh për t'ia treguar edhe publikut, sepse recetat nuk do të mungojnë edhe javën tjetër, javën e fundit mesdritës. Dhe me kaq pak përbërës dhe kaq lirë mund të realizojmë bukë të buta me çoko krem. Ne ju rikujtojmë edhe një herë që kemi 2 pika në Durrës të ProNatyrës, kjo që jemi ne tek stacioni i trenit edhe ajo tek Volga. Ne bashkë shihemi në studio.